Koncert festiv, Lahuta e Malësisë në UNESCO. Me rastin e pranimit të Lahutës në UNESCO, shoqata kulturore Xhubleta e Alpeve Shqiptare, Muzeu Malësia dhe shoqata Logu i Bjeshkëve organizojnë koncert festiv pranë memorialit kushtuar kishës së vjetër të Shëngjonit në Brigje të Hotit, aty ku Atë Gjergj Fishta pagëzoi dhe bëri të pavdekshme Lahutën e Malësisë. Producenti i këtij manifestimi, abetari dhe biznesmeni i suksesshëm Peti Camaj, ideatore dhe regjizore Rita Shkurtaj, marrin pjesë rapsodë dhe artistë nga të gjitha trevat shqiptare. Ndër të hyrjes së Lahutës në UNESCO dhe homerit të kombit Atë Gjergj Fishtës, tohen që t'i bashkohen këtij manifestimi të gjithë lahutarët dhe dashamirësit e Lahutës nga të gjitha trevat shqiptare. Ju mirëpresim më datën 28 dhjetor 2025 ora 14 pranë memorialit kushtuar kishës së vjetër të Shëngjonit në Brigje të Hotit. Koncert festiv, Lahuta e Malësisë në UNESCO. Jemi shqiptar, o do të rojmë